Tu sërish do doja të ndaja pak, pasi raporti padyshim do të shkonte në mbështetje të qëndrimit të politik të Partisë Socialiste për të mos e lejuar heqjen e imunitetit. Dhe besoj që argumentimi që solli kryetari i këtij komisioni i Komisionit Mandateve dhe Imuniteteve zoti Ulsim Manja ishte katërcipërisht në këtë linjë. Mendoj që përtej motiveve politike të Partisë Socialiste, gjithsesi masa që sot është vendosur ndaj zonës Balluku dhe realiteti i ri, pasi kërkesa e prokurisë për masën e arrestit është bërë në një kohë kur zonja Balluku ishte në detyrën e ministrit dhe të zëvendës kryeministrit, sot zonja Balluku nuk ka asnjë funksion administrativ përveç funksioneve partijake dhe pozicionit të deputetes. Pra ka një realitet tjetër. Dhe argumentimi i socialistëve ishte që zonja Balluku nuk ka rrezik të përsërisë krimin, sepse kushtet për të ndryshuar masën apo për të vendosur masën e sigurisë arrest me burg është kur personi rrezikon të largohet, personi rrezikon të pengojë hetimet dhe personi rrezikon ta përsërisë të njëjtin krim. Sikundër zoti Manja argumentoi, zonja Balluku nuk rrezikon të bëj apo nuk rrezikon të ndodh asnjëra prej këtyre, qoftë për largimin, qoftë për përsëritjen apo qoftë për pengimin e